Reagimi në kohë i strukturave të policisë për identifikimin dhe kapjen e autorëve të vjedhjeve me dhunë në dyqane dhe markete. Finalizohet operacioni i koduar FAST, zbardhen 3 raste të vjedhjeve në markete dhe dyqane dhe automjete. Sipas policisë, kanosi me mjet prehës punonjësin e një dyqani dhe mori pajisje elektrike. Policia identifikoi dhe për pak orë arrestori autorin e dyshuar. Gjithashtu, policia kapi dhe vuri në pranga autorin e dyshuar, ky shtetas me masën e sigurisë arrest në burg, po për vjedhje. Shërbimet e policisë menjëherë pas marrjes së informacionit për një vjedhje me dhunë në një dyqan pajisjesh elektronike në lagje me numër 4 në Durrës, organizuar punën për kapjen e autorit. Si rezultati i veprimeve të shpejta policore të kryera nga Komisariati i Policisë Durrës në bashkëpunim me forcat e posaçme, në kuadër të operacionit FAST, u mundsua për pak orë pas kryerjes së vjedhjes lokalizimi, kapja dhe vënia në pranga e autorit të dyshuar të rastit, shtetasi me inicialet SD, 44 vjeç, banues në Durrës. Ky shtetas ka kanosur me mjet prehës punonjësin e një dyqani dhe ka marrë aty pajisje elektronike. Po gjatë operacionit FAST, bazuar dhe në informacionet e marra në rrugë operative, policia ka kapur dhe ka vënë në pranga dhe autorin e dyshuar të 2 vjedhjeve të ndodhura në një market në lagje me numër 10 dhe një automjet në lagje me numër 12.